në Prizren, e sollën me tren, në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linje kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll, nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografëve ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falen turqisht ke padishah. Në atë moment thanë, kufir do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptar të Kosovës kryendritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, po këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafir mbrapa skenës që është i shështori i Shtërisë Ligjore të Kosovës që nuk mendon siguri, a më lejon me ftu sonte? Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra, Hitlerit nuk është se do të jepet liria e fjalës. Do të jepet vetëm mundësia që Altini dhe shokët e Altinit dhe kushdo tjetër të marrë ofertat. Të dëgjojmë ç'thot. Pra unë jam pro në mënyrë absolute çdo kujt që të ketë drejtën e fjalës dhe do luftoj fort për të drejtën e tij, kushdo që të jetë. Pse? Se ne na duhet të kemi ne drejtën e zgjedhjes se çfarë mendojmë dhe jo të na mësojnë të tjerët siç bëjnë televizionet që na tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prandaj vi unë këtu ke ty gjithë qef e Do të gjitje për Altinit. A i ftojmë, edhe ajo është kogjë i guximshëm, po është pru kryeministrit Kurti. Me neve sonte shumë shokë të mi, miq të mi me Albin Kurti. Po, snajperisti koshorët Musa Smoli e ftojmë me dartëgritje të nokë. Hajde Mus. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dashur. Respekte. Gjithashtu. Mus besoj dëgjove bisedën. Unë ndëgjova bisedën, edhe po him tim fill ndash. Pse? Po çfarë do kam qef. Okej. Për me hin tim ndëgjova mirë me vëmendje këtë burrën e Shqipërisë, jeni vllave im, po je vlla i djallëzuar. Unë jam shumë i ndershëm mbi familjen. Mirë, më vjen kesh për te, po unë e them mendimin tim. E merr këtë cillës kamerë dhe tuam çe. Njo. Çka është kjo? Kjo është ky komandant Badri Manxholli. Pe prezantoj desh aktivisht pak më du. Kjo gazet është që e kum lënë familjen në Amerikë, gruan me 2 vajza, shkruan gazeta e Amerikës, Dallas Morning News. Etnik Albanian që gjilon gruan e fëmijën e kum shit pasurin gjithçka për atë dhej. Për që ta them si po fol kë. Këtu është restorani, jam që e kum shit që ku jam këtu. Pa e morë ko shumë. Këtu jem snajperisti më i mirë në Kosovë. Kusht ka shef 2 vjet ku më shtruan në shtëria amerikane. Po, e vërtet sun ta. Jam i ardhur po. Kjo është luftëtari i Kosharës. Respekte. Faleminderit. Ky është biznesi jam që kum zonë vendin e parë si restorant që kum pas vendin e parë, kum zonë Amerikë. Para se me ful, po du me prezantu pak veten. Këtu jam kur kum ardh te moja Shkelzenit, jam të janë lufta për Shqipëri. Ma me menja si shqiptari edhe ti si unë, ha? Sa vjet i ke pisha po me vet? Okej, do me ta Sa vjet i ke? Na përgjigje. Kjo është. Unë jam stërnip një sekondë. Unë jam stërnip i Salini Vicës. Ti je një Salini Vicën, e kemë rrugë Prishtinë. Ai është shqiptar apo? Unë jam stërnip i Salini Vicës. Sa vjet i ke? Okej. Stërnip i Salini Vicës, e kemë rrugë Prishtinë. E kemë rrugë Prishtinë. 56. Sa? 56. Okej. 56. Unë kam 50. Kjo është në luftën e Kosovës ku vra rusi. Po. Okej. Kjo është që i kum lënë këto 2 vajza dhe gruan. Me respekt. Shpinë tame, jo s'ka nevojë. Do më ta kthy përgjigjen. Jepi. Shumë i padrejt, shumë i pasaktje. Jepi. Pse? Nuk kallëzohet se është shqiptar, është i paguar nga dora e djallëzimit, po shumë i sigurt. Këtë 1 miliard e 500 milion që i ka investuar Serbia. Këtu jon ajo 1 miliarda, 1 miliona. Ku ka investuar Serbia? Serbia ka investuar për me bë propagandë për kundër e Albinit edhe kundër e Kosovës edhe kundër e Shqipërisë. Kjo është shumë e vërtetë. Ky e ka 1%, ai ka 100.000, 1 milion, nuk e di ditën. Bie, bravo, e di unë. Nga e ditë. E di unë. Po nga e di, më thuaj. E di se është taksist, më të bëj pa di. Taksist. Avokat. Edhe këngëtar, janë njerëz që vish paguhen me para se nuk ta kanë ndonë. Okej, vëndet. Ky është avokat. Ky është dora e djallëzimit për popullin tonë. Mos e ta vëm pa di. Go, me fakte. Ku i ke frankët? Mas e pot, dalo, mas e pot këtë bagazh.
Albin Kurti, sa ka vjetë ky gati, Albin Kurti ka bagazh historik, kombëtar, adhetar, një ndër më të mirët në Ballkan. Albin Kurti është djali më i mirë i kombit. Albin Kurti, si student ka qenë me dhejtëshe, më i mirë në